I kemi veshur shizmet dhe kemi dalë në teren për të parë se si është situata dhe I dëshiroj mirë se ardhe dhe të falenderoj shumë për gatishmërinë dhe për mundësinë për të bashkëbiseduar në këtë situatë emergjente, po që jo vetëm për komunën e Soarekës, por për një pjesë të konsiderueshme. Do të muj me thonë pak është ma qetë komunës Soarekës, tu mendu që kemi kry shumë punë qëtet, që e kemi një kanal dikon që përfshin komplet qëtetin, që përfshin 5 metër kub vëllim të ujit, e kemi nalë të rrugën shkon për Reçan, dikon 3 metër kub vëllim të ujit, edhe kemi kanalin e Dubiçakut që përfshin dikon 7 metër kub të ujit. Sikur të mos I shikon të përfundun e këto kanalin, unë besoj që kish me ndodhë njëjta gjë që ka ndodhur sot Komuna Qera. Është e vërtetë që tash kemi prurën këtë lumin të plua më shumë. Paradite kemi pas pjesën Grykin e Semetishit që vjen lumin nga komuna e Malishevës, domethënë, ku I kena pas probleme me disa fshatra, të filluar prej Semetishtit, kena pas Peçani I vogël, Reshtani, Stollçani dhe Nëpërbishti. Mirë për atë pjesë ka filluar me pushu, tash kemi problem pjesën e lartë, domethënë sipas këto vijnë prej Bjeshët Sharit. Këtu që e fokuson edhe prek Karaçi kamermani jon. Po. Pra dukjen edhe ardhjen e bujshme kështu të ujit në këtë. Dëshira më e madhe shkon që më paskon koha të verës me pas këtë ujë, kish më kon një qytet shumë I bukur, shumë simpatik. Mirë, po këto kemi këtë prurë të ujit vetëm kur ka shira më të madhe. Kjo po shohim gati, kjo ka dalë nga kjo dimensioni I parë ose nga sa ekziston rreziku dhe a ka dëme që janë shkaktuar nga kjo? Ka dome, sidomos në bujqësi kemi dome, kemi disa ekonomi familjare, do vogla, për shembull kemi probleme në fshatin Peçan, kemi një problem në fshatin Stollçan, kemi problem në fshatin Sopi, kemi probleme njëjtë në fshatin Gelans. Mirë, po unë shprej rast me falendru ekipet që janë teren, sidomos zjarfiksat, që vazhdimisht prej orëve të hershme të mëngjesit jemi teren bashkë, kemi koordinu punë, janë të dalë ndihmë setare aty ku ka hi ujë nëpër podrumat e familjeve tyne. Ne ta formojmë një komision më vonë për me dalë me këshyrë domi sa kushton, edhe do t'i dërgojmë një letër, domethënë, ose Ministrisë, domethënë Qeverisë Republikës Kosovës për me kriju obligimet ndaj qytetarëve. Ka patur komunikim sot nga organet qendrore, nga qeveria përse ta konstituojnë? Sot s'kena pas, po nuk ka pas me Komuna Qera, ndoshta Soareka pak u kon më stabile, ndoshta kemi kryer punë më herët. Mirë, po çdo qoftë, ne jemi të gatshëm 24 orë shërbim që mos na ndodhë ndonjë problem më I madh. Kemi pasur para të 7 viteve, domethënë kemi pas probleme shumë mëdha, ka pas vërshime shumë mëdha në shtetin e Soarekës. Mirë, po për atë mirë, tu I thirr ekspert e ndërtimtarisë të hidros, kemi bërë projektet, kemi bërë kanalet dhe tash e kemi shumë më të qetë shtetin e Soarekës. Mirë, me që dëmet nuk ka në njerëz dhe dëmet janë vetëm përse I takon ekonomive familjare dhe natyrisht pjesës bujqësore, cila është thirrja juaj ndaj institucioneve dhe ndaj qytetarëve zotëmar? Ne do të bëjmë elaboratin ton, ekspertët do shesëm të rem, do të drejtojmë ministrisë, sidomos emergjencave, kemi obligim me drejtuar, e bëjmë një raport e dorëzojmë, mos ne ato I drejtojnë ekonomive, domethënë ose